Shumë njerëz e dëshirojnë një jetë komplet më ndryshe. Po kur vjen puna më qu e me vepru diçka për me ndryshu jetën, nuk e bojnë, pritojnë, mbyllen, nuk dalin, nuk kontaktojnë njerëz, edhe në këtë mënyrë bien depresion. Depresioni nuk është asnjë gjë tjetër, është thjesht vetëm se ti nuk je duke marrë pjesë në mënyrë intensive në jetën. Të rish i mbyllur në dhomë, të merresh medikamente, jeta jote nuk ndryshon. Përkundrazi, ti prap je duke krijuar një jetë të tillë me vujtje dhe me palumturi. Pra, nëse don me ndryshu jetën tënde, qohu, dil jashtë, shih njerëz, shih vene të ndryshme. Jeta ndryshon për të mirë vetëm ku na marrim veprime për me ndryshu ato. Për ndryshe ti ki me qenë viktim e jetës tënde.